Po du me qenë një pyetje në cilësinë e qytetarit thjesht, sepse krejt shqetësohemi për shëndetin tonë mas pari. Jemi disa persona ndërta edhe që kemi tensionin e gjakut shumë të ulët, edhe ata të tjerët që e kanë tensionin e gjakut shumë të lartë. Kush rrezikohet më shumë prej sëmundjeve të tjera? Definitivisht ata me tension të lartë të gjakut. Ata që kanë hipertension apo tension të lartë, ta shtojnë dy nocione. Unë me tha thjesht që... Po të ndryshme, sepse ata që kanë shtypjen apo tensionin mbi 120 me 80, 125 me 85, sot me kualifikim të ri konsiderohet si tension i lartë, ndërsa ata që kanë mbi 140 apo 120, mbi 90, kualifikohet si hipertension. Edhe hipertension është faktor madhor i sëmundjeve kardiovaskulare, përkatësisht edhe sëmundjes koronare që përmendëm më herët. Këta me tension të ulët nuk kualifikohet si faktor rreziku tensioni i ulët, përkundrazi. Tensioni i ulët duhet të mirët në konsiderat nëse është simptomatik. Kuptimi, shkak të rrësim të syve, lodhjet vazhdueshme, plagështi, kollabimet shpeshta, atëherë duhet të rritet fokusi dhe të gjinet shkaktari i atij hipotensioni, por si faktor i rrezikut nuk konsiderohet.